Kemi dy standarte, Veliaj me mas sigurie, Balluku e lirë. Zëvendës kryeministria mund të prish provat dhe të shkaktoj dëme të tjera. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku duhet të ishte në mas sigurie pasi dëmi shkaktuar me tenderin e tunelit të Llogaras, pa llogaritur edhe çështjet e tjera si ato të energjisë dhe infrastrukturës, është 50 milion euro dhe për më tepër mund të vijojë të prish provat dhe të shkaktoj dëme të tjera të reja. Kështu u shprehur ish kandidati për deputet në zgjedhjet e 11 majit dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, në një analizë të situatës politike dhe drejtësisë në vend. I pyetur për çështjen Balluku nëse ajo do të ndikonte si në zgjedhjet e pjesëme të Tiranës, ashtu edhe në dosje duke qenë e lirë, ai tha: "Patjetër, akoma më shumë do e rëndonte situatën atje, nuk është vetëm fjalim, është edhe veprim. Nuk mjafton vetëm kaq, kemi një situatë ku nuk është vetëm zëvendës kryeministria, por edhe kryeministri. Jam 50 milion euro, se sa çështje të tjera ka në këtë mes. Kemi rastin Veliaj që merret në mas sigurie. Ta themi siç është, nga ana tjetër kemi Ballukun, 50 milion euro, ajo mund të prish provat, mund të ndikojë të aratiset se di tjetër, tha Ali Mehmeti. Ai vuri në dukje se drejtësia ka vepruar me dy standarde, ndërsa që për një skandal të tillë, zëvendës kryeministri avion të jetë në detyrë dhe as të dorëhiqet, ish kandidati kërkoi më shumë reagim nga Partia Demokratike në këtë situatë dhe lëvizje politike edhe më të fortë opozitës. Balluku është nën akuzë, janë 50 milion euro dhe vazhdon të jetë në detyrë. A mund të prishen provat dhe të vazhdohet dëmi? A kemi dy standarde? E qartë që po. Tjetër gjë se Partia Demokratike duhet të reagojë ndaj kësaj situate. Ky është vendimi i strukturave, vendosin ato, tha Ali Mehmeti. Gjithashtu ai kërkoi këmbgulje nga ana opozitës për çështjen Balluku pasi është dëm i madh financiar në buxhetin e shtetit. Opozita duhet të flasë më shumë për çështjen Balluku dhe të ndërmarrë veprime konkrete, nuk mjaftojnë vetëm fjalët. Po flasim për një situatë qartë, një fond prej 50 milion eurosh dhe kush e di se sa elemente të tjerë të dyshimit ka pasur pas kësaj. Veliaj është arrestuar në 10 shkurt për një akuzë të ngritur në 23 korrik, pra më shumë se 6 muaj më vonë, dhe u vendos në arrest në burg. Nga ana tjetër Balluku ka një akuzë për 50 milion euro, por ndaj saj nuk është marrë asnjë mas sigurie. Ajo mund të prish prova të ndikojë në hetime apo edhe të aratiset. Këtu kemi një trajtim krejt të ndryshëm, komentoi ai.